Learta shkëlqen fal duarve të arta të Kunatës, Njomzës, pamja e saj mori gjithë vëmendjen. Learta Jakupi di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen me paraqitjen e saj elegante, por kësaj radhe meritat duket se i shkojnë një personi shumë të afërt, Kunatës së saj, Njomzës. Reja e këngëtares së njohur Shyrete Beluli vazhdon t'i besojë asaj për kujdesin ndaj pamjes, duke dëshmuar se lidhja mes tyre është shumë më tepër se sa familjare. Së fundmi, Learta është fotografuar në sallonin e Njomzës, ku është rregulluar deri në detajin e fundit. Grimi i kuruar, flokët me stil dhe paraqitja plot elegancë kanë bërë që fotografitë e saj të marrin vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Njomza, e cila njihet për punën e saj si grimere dhe stiliste flokësh, prej kohësh është personi që kujdeset për pamjen e Leartës në raste të ndryshme. Bashkëpunimi mes tyre vazhdon të jetë i pandashëm dhe reflektohet edhe në postimet që ndajnë me ndjekësit, ku nuk mungojnë komentet pozitive për rezultatin. Nuk është hera e parë që dy kunatat dëshmojnë se, përveç lidhjes familjare, i bashkon edhe një raport i ngushtë profesional, me Leartën që vazhdon të shkëlqejë fal talentit dhe përkushtimit të Njomzës.